إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد Falëndrimi qoftë Allahut Azza wa Jall. Salavat dhe selamet e unë dërgojmë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij besnik dhe të gjithë atyreve që e pasuan dhe ndjekin rrugën e tij më të mirë deri në ditën e gjykimit. Falëndrimi qoftë Allahut i cili e zbriti tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam librin më të mirë, Kur'anin, dhe na dërgoi pejgamberin më të dalluar dhe më të përzgjedhur, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Dhe e falenderojmë Allahun Azza wa Jall i cili na bani pjesëtar të këtij ummeti të privilegjuar dhe të dalluar tek Allahu subhanahu wa taala. Vëllezër të nderuar, Allahu subhanahu wa taala ka zgjedhur nga vendet disa vende dhe nga kohrat i ka veçuar disa kohra. Dhe nga ajo që Allahu subhanahu wa ta'ala ka veçuar është edhe muaji në të cilin jemi, apo si njihet si muaji Muharram, muaj në të cilin edhe gjendet dita e Ashuras, pra dita e 10 e këtij muaji. Kjo ditë, vëllezër të nderuar, nuk dohet të kalohet pa u ndalë dhe me i nxjerr mësimet të cilat kanë gjallë dhe kanë ndodhur në këtë ditë. Nga se në këtë ditë Allahu subhanahu wa ta'ala e ka shpëtuar Musa alayhi salam dhe popullin e tij të përhuajtur nga tirani më madhor i gjitha kohërave, faraoni i mallkuar. Dhe gjithashtu në këtë ditë Allahu subhanahu wa ta'ala ja ka mundësuar anijes së Nuhut alayhi salatu wassalam që të ndalet pas atij vërshimi dhe tufani që Allahu xhallahu ala e kishte dënuar popullin e tij. Dhe këtë ditë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka veçuar duke e agjëruar, prandaj është ditë madhore dhe është ditë e veçuar nga Allahu subhanahu wa ta'ala dhe nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ndalemi te pejgamberi i Allahut Musa alaihi salam dhe populli i tij dhe tirani dhe kryelarti asaj kohe, faraoni mallkuar. Vëllezër të nderuar, ai i cili e lexon Kur'anin do vëren se Musa alaihi salatu wassalam është përmend në Kur'an 136 herë, ndërsa sa i përket faraonit, ai është përmend 40 herë. Dhe sa herë që përmendet Musa alayhi salatu wassalam edhe faraoni, ne do ta marrim një mësim shumë të rëndësishëm, e që është ballafaqimi mes të vërtetës dhe të pavërtetës, apo mes imanit edhe kufrit, apo mes njeriu xhenetli edhe njeriu xhenemli. Allahu na ruaj prej xhenemlive. Dhe ky person, pra faraoni i mallkuar, që përmendet në librin e Allahut subhanahu wa ta'ala, pra 40 herë, nuk do gjesh ajet në të cilin është përmendur, vetëm se përmendet arroganca e tij, tirania e tij, kryelartësia e tij, mendjemallësia e tij dhe fesadi dhe shkatrimi
të cilin e zbatante në tokën e Egjiptit dhe me zjarr. Prandaj Allahu subhanahu wa ta'ala na tregon për faraonin e mallkuar se si i kishte thonë popullit të tij, ana rabbukumul a'la, unë jam Zoti juaj më i lartë. Dhe këtë e ka thonë 2 herë. Pra 2 herë ka thonë që është Zot. Ata që edhe vetë shejtani i mallkuar nuk ka pas guxim ti thot vetit Zot me gjithë devijimet që ja ban njerëzimit, faraoni kishte guxuar dhe kishte shprehur që është Zoti i Egjiptit dhe kishte shprehur se ata lumej dhe ata liçej të cilët po rrjedhin, pra rrjedhin në mbretërinë e tij, sundimin e tij dhe zotësinë e tij kështu me radhë. Prandaj vëllezër të nderuar, faraoni gjithashtu nëse lexojmë Kur'anin do vërejna se si ka bërë shkatrime dhe krime të mëdha, saqë edhe para ardhjes së Musës alayhis salam këtë dynja kishte marrë urdhër dhe kishte dhënë urdhër tek ushtria e tij dhe tek policia e tij asoj kohe se çdo fëmijë që lind nga Ben Israilet, pra nga palestinezët të cilët jetonin të shtypur dhe të përvojtur në Egjipt, ata duhet të therren në fyt. Dhe ka përmend Ibn Kathiri rahimahullah se për me gjetë Musën alayhis salam i kanë mbyt 20.000 fëmijë. Dhe donë Allahu xhelalu ala që me lind Musa alayhis salam dhe pastaj Allahu xhelalu ala pasi që ushtria e faraonit shpërndahen nëpër qytet për me mbyt fëmijët, e urdhnon nanën e Musës alayhis salam apo inspiron nanën e Musës alayhis salam që me lshu në një ark në lumin Nil dhe pastaj thot Allahu ja khudhu aduun li wa aduun la. Ata do e merr armiku im dhe armiku i tij, pra faraoni i mallkuar. Dhe pasi që Allahu xhallahu ala e çet në bregdet Musën alayhis salam, atëherë e vren faraoni dhe ushtria e tij dhe e marrin Musën alayhis salam. Shikoni vëllezër të nderuar hikmetin dhe urtësitë e Allahut në këtë univers dhe në gjithësi dhe në tokë. Atë që e kërkante faraoni i mallkuar për ta mbytur, Allahu xhallahu ala me fuqinë e tij dhe caktimit e tij ja dërgon në pranin e tij. Dhe ai do rrit Musën alayhis salam. Dhe rritet Musa alayhis salam pallat. Dhe Musa alayhis salam e kalon rinin në pallatin e faraonit. Mi po vjet dita një ditë edhe detyrohet me ik Musa alayhis salam. Dhe shkaku i ikjes ishte se faraoni kishte marr urdhër të prerë Musën alayhis salam për me mbyt. Dhe Musa alayhis salam e lëshon Egjiptin dhe kalon në një qytet apo në një shtet që njihet si Medieni. Dhe atje i kalon 10 vjet. Dhe pas 10 vjete e merr malli për familjen e tij, për nanën e tij dhe vllahun e tij dhe kthehet në Egjipt. Mirë po gjatë rrugtimit Allahu xhelalu ala shpall për pejgamber. Allahu subhanahu wa taala i tregon Musës alayhis salam se ti je pejgamberi i Allahut dhe zbashku me ty është edhe vllahut pejgamber, pra Haruni alayhis salam. Dhe urdhri juve dyve nga Allahu xhelalu ala është se do shkoni të dërguar tek faraoni. Po të ka i cili ke ikur, të ka i cili ka përndjek për me të vrarë ty, për me të mbyt ty, të ai do shkosh pejgamberi Allahu subhanahu wa taala. Dhe Allahu subhanahu wa taala kishte dalluar Musën alayhis salam me disa mrekulli. Prej tyre ishte që shkopi shndrohej në xharpën, po dhe dorën kur e fuste, domthonë këtu në trup, atëherë shëndrante dhe bën të dritë dora Musës alayhis salam. Mirë po jo sikurse drita që ne i shohim, po kjo ishte mrekulli. Edhe shkon tek faraoni i mallkuar. Dhe pasi që shkon tek faraoni dhe e thirr në rrugën e Allahut subhanahu wa taala, atëherë faraoni ishte kryelart dhe ishte mendje madh dhe kundërshton Musën alayhis salatu wassalam. Dhe pastaj atë me të cilën kishte ardhur Musa alayhis salam prej mrekullive, faraoni i mallkuar e quante magji dhe e quante sihr, pra i quante sehire. Dhe pastaj ja çet në ballafaqim Musës alayhis salam magjistar. Dhe kur ju ka dosh sihri, magjia, atëherë ka përdor kundra Musës alayhis salam. Mirë po don Allahu subhanahu wa taala që Musa alayhis salam me ndihmën e Allahut me triumfue
ndaj faraonit të mallkuar, dhe magjistarët këtu e vrejnë se ajo me të cilën ka ardhur Musa nuk është magji, mirë po është mrekullia e Allahut, edhe bin sejdë ndaj Allahut azza wa jall dhe thonë fa amana bi rabbi Harun wa Musa, dhe i besuam Zotit Harunit dhe Musait. Dhe pastaj faraoni kur e sheh që i dështon magjia kundra Musait alayhis salam, atëherë u thot Paris për me mashtrue dhe mos me pasu Musën a.s. Thot, këta janë mësusat e juve që ta kanë mësuar ty e sihrin. Pro deri tash ishin në anën e faraonit. Mirë po tash ata kaluan në anën e Musait a.s. dhe shiko se si luan faraoni mallkuar para media në këtë kohë, domthonë atë kohë, para media me qitë plur, pra si ky është mësuesi i tyre, edhe pse e dinte që Musa a.s. nuk ishte takuar me magjistarët, edhe pse faraoni kishte marrë magjistarët, pra në ballafaqim me Musën a.s. Dhe prej këto vëllezër të nderuar, Allahu subhanahu wa taala e përkrau Musën a.s. me lloj-lloj argumente të ndryshme, në mënyrë që faraoni të bindet dhe të nënshtrohet dhe të shpëtojnë, duke u bërë prej muslimanëve, mirë po çdo mrekulli që i shkonte, ai e kundërshtonte, nga se ishte nga kryelartët dhe mendjemtënjet. Thot Allah në Kur'an, وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَأَكْبَرَ وَأَبَى. Thot ne ja kena tregua ti gjitha faktet, gjitha provat, gjitha mrekullit. Pra faraonit nëpërmjet Musës a.s. Mirë po ai faraoni mallkuar, thot i refuzoi të gjitha dhe u bën nga kundërshtarët e Allahut dhe kundërshtarët e Musës a.s. Pastaj Allahu subhanahu wa taala gjatë periudhës sa ka thirr Musa a.s. tregon se si Allahu xhelalu ala i ka dënue faraonin dhe ushtrinë e tij dhe popullin e tij. Thot Allahu azza wa jalla në Kur'an, fa arsalna alejhim tufana. Thot e ja dërguam atyre tufanin, pra vërshimet të cilat ja u kanë prish bimet dhe ja u kanë sjell tokat e tyre në thassi. Pastaj thot فأرسلنا عليهم الطوفان والقمل والدم والضفادع. Thot edhe ja u kena dërguar atyre karkalecat apo zvarraniket, pastaj bretkosat, pastaj rrisrat, pastaj ujët e pishëm ja u kena shndruar në gjak. Po gjitha këto i kanë ndodhur popullit e faraonit. Allahu subhanahu wa taala u ka dërguar atyre vërshim. Pastaj u ka dërguar karkaleca. Pastaj u ka dërguar morra që nuk i kanë larë hat në trupat e tyre. Pastaj ujët e pishëm ja u ka shndruar në gjak. Ju kanë plas hunt e tyre, edhe çdo bukë që kanë bëhe, gratë e tyre dhe familjet e tyre është piku me gjakun që ka dalë për hunve të tyne. Gjithashtu bretkosat, sa që thujnë djetarë ta shumë jenë mush bretkosa, si dënim që ja u ka qua Allahu xhallahu ala, sa që edhe kur e kanë hap gojnë për me fol, kanë kërcy bretkosat në gojet e tyre, dhe na për robat e tyre, dhe na për mbulojat dhe shtrojat e tyre, do më dhe ushqimet e tyre kështu me radhë. Thotë Allahu xhallahu ala ayatun bayyinat, provat e qarta, argumentet e qarta të cilat Allahu xhallahu ala po ndeshkon faraonin dhe ushtrinë e tij. Mirë po subhanallahu, pas gjitha këtyre, ata po janë gjendje me dërguar një grup nga qeveria faraonit tek Musa alayhis salam, dhe me i thonë Musës alayhis salam, siç na rrëfen Allahu në surën Araf, ja Musa ud'u lana rabbek, o Musa lutë Zotin tan, le in keshefte anna, nëse e largon këtë ndëshkim që neve në karohe, le nursilen me ake ben Israel, atëherë ben Israelet do i liroj me ty edhe do nisështi për Palestinë. Dhe subhanallah, pra nuk po morim sim për këtyre mrekullive. Dhe Musa alayhi salatu wassalam e lutë Allahun xhallahu ala, që Allahu më javë largu ato ndëshkime dhe ato bela dhe katastrofat të cilat u kishin ra atyre. Dhe sa lutë Musa alayhis salam Allahun, atëherë fillojnë mu largu e bretkosat, fillojnë mu largu e bubat, fillojnë mu largu e rrisrat, fillon uji i gjak tash mu shndruj pishëm. Pra faraoni dhe ushtria ti shishën të gjitha këtu. Mirë po ju kishin vërbuar sytë e zemrës
para se me ju vërbu sytë e ballit. Dhe pastaj vëllezër të nderuar, Musa alayhis salam e humb shpresën se faraoni do besoj. E humb shpresën se faraoni do udhëzohet. Dhe ata vazhdonin me persekutime. Dhe sa i largonte Allahu azza wa jall ndeshkimin, ata prap ktheheshin në ndeshkime ndaj muslimanëve dhe persekutime dhe tortura ndaj muslimanëve. Dhe subhanallahu çfarë ndodhi? Atëherë pasi që e merr Allahu xhelalu ala, pasi që e merr Musa alayhis salam popullin e tij, edhe e merr palestinezët dhe niset për në Palestinë, Allahu xhelalu ala i shpall Musa alayhis salam, fa asri bi ibadi laylan innakum muttabi'un. Thot merr popullin dhe nisuni natën për në Palestinë, nga se ju do përndjehni. Nga se faraoni nuk merr mësim, sado që vijnë prova dhe shenja, faraoni nuk merr mësim për gjithë atyre. Dhe pastaj Musa alayhis salam e merr ben Israilet dhe niset për Palestinë. Dhe kur arrin tek deti Kuq, atëherë faraoni mallkuar arsala fil madaini hashirin, i shpërndana për qytet ushtarët e tij dhe grupin e tij, dhe thot me të vërtet kjo pakica muslimanëve janë të dobët, dhe me të vërtet innahum lana laghaidhun, fort na kanë mërzit, nga se këta janë ekstremistë dhe terroristë që kanë jetuar në qytetin tonë dhe shtetin tonë. Kështu që këtyre s'do të më ju bëu vend, dhe këta duhet mu luftu sot dhe përgjithmonë. Prandaj Allahu subhanahu wa taala na tregon se si faraoni mallkuar i mbushur me armiqsi dhe urrëtie dhe mllef në zemrën e tij, është nis në përndjekjen e Musa alayhis salam. Dhe pasi që Musa alayhis salam në kohën e sabahit arrin tek deti Kuq, ku përpara ishte deti, atëherë faraoni mallkuar del mbregore, o del në kodër me ushtrinë e tij. Sa që kanë përmend dietarë që ushtarët e faraonit me të kanë qenë këtu 600.000. Dhe Allahu xhelalu ala thot në Kur'an në surën Shuara: "Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun." Dhe kur të dy palët, të dyja grupet e shohin njëri tjetrin, pra ummeti Musës e sheh faraonin dhe ushtarët e tij, atëherë ka paniku, friga dhe tmerrje. Thonë ja Musa, inna lamudrakun, o Musa, na arretëm, na zanën, ka kina me iksash, kam jamoj, deti për para, faraoni mropa, i armatosur, me shpata, me kuaj, me ushtrinë e tij, ka kina me ikna. Atër Musa alayhis salam i mbështetun Allahun xhelalu ala, thot, kella, kurse si, vaja Allah, kur nuk le me dështue, as nuk poshtro para faraonit të mallkuar. Allah më ka shpëtu Musa fëmijë të vogël. Allah do më shpëton edhe tani para tina. Dhe Allahu subhanahu wa taala tregon se si Musa alayhis salam është mbështet në Allahun si duhet dhe ka lyp udhëzimin e Allahut xhallahu ala, dhe Allahu azza wa jall i ban dalje. I thot Allahu azza wa jall Musa alayhis salam: "Wa uhayna ila Musa an idrib bi'asaka al-bahr." Dhe ne shpallu Musa alayhis salam që ta goditësh detin, pra me shkopin tënd, thën felaka, dhe hapet deti, fe kane kullu firkin këtë tawdi l'adhim, dhe pastaj thët aj deti undane grupe, edhe bo si kurse një mali madh. Pra thët Ibn Abasi radiallahu anhuma, se në detin i jenë hap 12 rrugë, nga se kanë qenë 12 fise me Musa alayhis salam, dhe pastaj Haruni alayhis salam, vllai Musës alayhis salam, edhe Jusha ibn Nuni kanë paraprije xhamatit në deti, i urdhën Allahu xhelalu ala me hi, dhe Musa alayhis salam me besimtarin që ishte bo sebeb me shpëtue, që kishte ardhur prej Paris se faraoni do me të myt kur kishte ikë për Medjen, atëherë i urdhënin xhamatin që mu fut në deti, dhe me lejen e Allahu subhanahu wa taala mos mu friksue. Po pra më nënë vëllezër të nderuar këtë skenë, kur janë mbyll të gjitha dyret, Allahu xhelalu ala ju ban dalje muslimanëve, dhe pastaj vazhdojnë musliman duke ezë, duke ikna për deti për me dalën aton. Dhe atëherë faraoni mallkuar e sheh se si hapet deti, e sheh dhe këtë mrekulli. Mirë, po si tha më herët, ju ishin verbuar sytë e zemrës para se mu verbuar sytë e ballit, Allahu na ruajt. Dhe pastaj thot Allahu azza wa jall: "Thumma azlafna al-akharin", dhe pastaj i afruam
ushtarët e faraonit për me u fut në deti, dhe i përndishnin umetin e Musës dhe Musa a.s. dhe pasi që arrin Musa a.s. dhe dalin bregdet si shtatë Allah azza wa jall, wa anjaynahum ajma'in, të gjithë e kena shpëtuar. Pra as një nuk ka mbetur i vdekur për umetit Musës a.s. Pastaj i thët i afruan faraon të ushtrinë e tij, dhe pasi që dalin umeti Musës a.s. Allahu Gjelle wa Ala e urnën detin, ashtu që që kështë e urnuar për mu hap, ta është e urnën për mu mbyll, dhe mbyllet deti, dhe fundoset faraoni, dhe fundoset ushtria ti, dhe këtu Allahu në të regan se qëfar ka thonë faraoni, qale amantu billadhi amanet bihi banu Israil, tha tash i besaj asaj që i kam besu e ben Israelet, wa ana minal muslimin, dhe unë jam prej muslimanve. Allah i thët atasha, tani po besan, tani kur erdhën vështirësit, kur është shpirtin fit, tash kur i shë me laset e vdekjes, tash kur e shë për mbytjen tënde, nuk i ban dobi imani, edhe askuj nuk i ban dobi imani kur i shë me laset e vdekjes, edhe kur shpirti vjen fit, edhe kur lindi dil nga perëndimi, kur dilli lind nga perëndimi. Dhe subhanallah këtu mbytet faraoni, mirë po aq ka qenë arrogant, aq ka qenë tiran, aq ka qenë kryllor, vëllezër të nderuar, sa që ben Israel kur kanë dalë ato në deti, s'kanë besu që ka vdek. Kanë thonë Musa a.s. ja Musa, o Musa, ka mundësi me lutë Allahun me na nxjerr trupin e tij, edhe me po që ka vdek faraoni. Edhe pastaj lut Musa a.s. Allahun xhelalu ala, dhe del trupi faraonit në bregdet, dhe e shohin me rrobat e luftës, dhe me shpatën e tij, dhe me domethënë mburojat e tij kështu me radhë, edhe shohin që ky është faraoni i cili ka përsekutu, i cili ka torturu dhe i cili ka përndjek muslimanët, dhe shpëton Allahu xhelalu ala Musa alayhis salam. Prandaj pejgamberi alayhis salam kur shkon në Medinë, i takon çifotet ato jahudit dhe i thotë pse agjeroni këtë ditë, pra ditën e 10 Ashuras, thotë se këtë ditë ka shpëtuar Allahu Musën dhe popullin e tij prej faraonit. Atëherë pejgamberi alayhis salam thotë nahnu ahqqu bi Musa wa aula minkum, thotë ne jemi më pashur dhe më të afërt me Musën alayhis salam se so ju, dhe ka porosit pejgamberi alayhis salam agjeru këtë ditë. Dhe këtë ditë në fillim ka qenë farz më agjeru, pastaj është abrogu apo është fuqizu dhe ka mbet mustahab apo suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam më agjeru dita Ashurës, dhe pejgamberi alayhis salam ka treguar se shpërblimi i kësaj dite është që ai që agjeron Allahu ja fal gjunohet e një vitit e kaluar. Prandaj e ka agjeruar Musa alayhis salam si shaj falënderimin ndaj Allahut subhanahu wa taala, dhe e ka agjeruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam si madhërim i kësaj dite që ka shpëtuar Allahu Musën, dhe Allahu subhanahu wa taala ligjëson çfarë të don dhe pejgamberi alayhis salam ligjëson çfarë të don. Atë që pejgamberi sa më ka agjeruar me atë që i ka thonë ditë feste i thonë edhe ne, asoj që i ka thonë pejgamberi sa bidat i thonë edhe ne, asoj që i ka thonë haram i thonë edhe ne. Prandaj ne do të jemi të nështruar ndaj Allahut subhanahu wa taala dhe të adhurojmë Allahun ashtu si na ka mësuar në Kur'an dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithet e tina. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. E përmenëm në fillim se në këtë ditë gjithashtu Allahu xhelalu ala e ka shpëtuar edhe Nuhun alayhis salam nga populli i cili ishte pabesimtar, dhe se si Allahu xhelalu ala kishte dënuar popullin e tij me tufan apo me vërshim global të gjithë tokës, dhe se si anija e Nuhit alayhis salam ishte ndalë në kodrën Gjudi. Pra në këtë ditë, pra në ditën e 10 e Ashuras, gjithashtu kur ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Mekë, i ka gjetë apo kur është rrit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka gjetë kur i shetet edhe me kasi duke agjeruar këtë ditë. Sa që vëllezër të nderuar e ka përmend edhe Ibn Rajab el-Hanbali në librin e tij Lataif al-Ma'arif se këtë ditë subhanallahu thotë agjerojnë edhe disa prej krijesa, sa që është një zog i cili quhet në Arabinë Saudite Surad. Thotë agjeron këtë ditë, ndërsa Imam Ahmedi rahimahullah thotë çdo ditë ju gjujsha milingona trosha të bukës. Thotë dhe i hanin atue, kurse në ditën e Ashurës thotë ata thotë nuk e hanin. E kanë kuptuar bosoj se si këtu gjallësa, megjithëse janë të vogla, po i nënshtruan dhe madhrojnë Allahun xhelalu ala dhe agjerojnë këtë ditë. Pra si shaj madhrimi. Prandaj gjithashtu nga kjo ngjarje që u fal
dhe u tregua nga ajetet e Allahut dhe hadithet e pejgamberit alayhis salam, mësojnë vëllezër të nderuar se pas çdo vështirësie vjen lehtësimi. Pastaj janë sprovu umeti Musa alayhis salam, mirë po ka ardhur ndihmë e Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu mësojnë se tiranët, kriminalet, sa do që bojnë shkatrimin e tokë, një ditë do ju vjen dështimi i tyre. Një ditë do të vdesin, një ditë kanë me shku te Allahu subhanahu wa taala. Ata kanë me mbete ibra, kanë me mbet mësim dhe përvojë për gjithë llojet e tiranave të tyre. Një sikur se ka mbet faraoni. Allah e ka nxjerr faraonin që me po njerëzit. E sot e kësaj dite faraonin e shohin njerëzit. Do trupin e tij të balsamuar e shohin si shembull që e ka nxjerr Allahu subhanahu wa taala. Prandaj ky është mesazh për gjithë tiranët dhe kriminalet të cilët e pasojnë faraonin dhe nuk dojnë me kalu ka pasimi Musa alayhis salam. Se Allah xhelalu ala rrovet e tij kom ju boll zgjidhje. Nëse mbyten këtë dynjon shkojnë shahida, ama nëse mbesin kanë me mbet krenar të Allahu subhanahu wa taala. Ndërsa faraoni dhe ushtria e tij dhe lloji i tij dhe pasuesit e tyre kanë me mbet të mallkuar, kanë me mbet të dëshpëruar, kanë mu dënu në vorre, kanë mu dënu në xhenem, kanë mu dënu në botën tjetër. Edhe wa bi'sal wirdul mawrud, sa vend i shëmtuar është ai që i pret ata në botën tjetër. Prandaj vëllezër të nderuar, besimtari duhet të ketë gjithëherë mendim të mirë për Allahun xhelalu ala, sado që vinë sprovat në jetën e kësaj bote, ai duhet të ketë mendimin e mirë për Allahun, se Allah i ban zgjedhje, Allah i hap dyrë, Allah ja lehtëson rrugën, Allah e sprovon ato që e don. Prandaj lutem Allahun subhanahu wa taala që sprovat në të cilën janë të kaluar muslimanët, Allahu subhanahu wa taala t'i shpëton dhe t'i ndihmon, ashtu siç e ka shpëtuar Musa alayhis salam dhe umetin e tij. E lutem Allahun azza wa jall që zullumçarët kudo që janë këtu, Allahu subhanahu wa taala t'i ban mësim dhe ibret për neve dhe të tjerët dhe t'i ndeshkon Allahu subhanahu wa taala në këtë botë. Allahu ju ndihmoj muslimanëve kudo që janë. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم. يقول الله جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء